O ju që besoni, ju është të bërë e detyrueshme agjërimi, ashtu siç ishte për ata para jush, që të bëheni të devotshëm. Ky vers i shenjtë i Kuranit, i drejtuar besimtarve, është një thirrje për përkushtim dhe pastrim shpirtëror gjatë muajit të Ramazanit, i cili është një kohë e veçantë për myslimanët në mbar botën. Shqipëria, me një histori dhe kulturë të pasur, ka një lidhje të thellë me besimin dhe ritualet fetare, dhe Ramazani është një periudhë e rëndësishme ku shpirtrat e shqiptarëve, mysliman apo jo, vetëm rigjallërohen në ndjenjën e solidaritetit, devotshmërisë dhe sakrificës. Agjërimi im ka nisur i hershëm, që në moshën 12 vjeçare kam agjëruar sistematikisht. Çdo besimtar duhet të agjërojë, sepse ajo është fillimisht një prej kushteve të fesë islame, agjërimi. Çdo besimtar fillimisht informohet me bukuritë e këtij muaji, informohet me vlerat, informohet me atë çka ai premton besimtarit nëse realizon këtë muaj. Muaji Ramazani është një muaj që ne e presim me shumë padurim, me shumë dëshirë, është një muaj i cili na ndihmojnë që të rregullojmë, përmirësojmë vetvetet. Vetëm ato të cilët e provojnë e kuptojnë më mirë këtë që e themi. Agjërimi është një nga 5 shtyllat e Islamit dhe një akt i shenjtë i përkushtimit dhe sakrificës ndaj Perëndisë. Gjatë muajit të Ramazanit, besimtarët musliman mbahen nga ushqimi dhe pijet, nga agimi deri në perëndimin e diellit, një praktikë që ka një domethënie të thellë shpirtërore dhe sociale. Për shqiptarët, agjërimi është jo vetëm një detyrim fetar, por edhe një mundësi për reflektim personal dhe pastrim të shpirtit që ndihmon në forcën e lidhjes me Perëndin dhe në zhvillimin e një ndjenje të përbashkët solidariteti me ata që kanë nevojë. Njerëzit duhet të agjërojnë me shpirtrat e tyre, me zemrat e tyre. Vetë profeti alayhis salam thotë, ai njeri që nuk lën mashtrimin, vinjeshtrën, ai njeri që nuk është i edukuar nëpërmjet Ramazanit, me sa duket do të marrë nga agjërimi vetëm etjen dhe urinë. Pra nuk është synimi që thjesht rrim pa ngrënë o burra të rrim pa ngrënë, po synimi i vërtetë është që ne të bëhemi të devotshëm. Të agjërosh nuk është e lehtë. Jo vetëm agjërimi nga ana e ushqimit, por shumë e mirë të agjërosh edhe me gojën tënde, duke mos lënduar askënd, të respektosh të prindrit, ka gjithashtu të mirat e ti edhe nga ana shpirtërore. Ti ndihesh shumë i qetë. Agjërimi në muajin e Ramazanit nuk është vetëm një akt i përmbajtjes nga ushqimi dhe pijet, por edhe një mundësi për të reflektuar mbi vuajtjet e të tjerëve, për të qenë më bujar dhe më të përgjegjshëm ndaj atyre që kanë nevojë për ndihmë të shpejtë. Si ka ndryshuar ky ritual fetar ndër vite, nga koha kur Shqipëria ishte në izolimin diktatorial dhe deri sot, ku janë me mira besimtarët në të gjithë Shqipërinë që agjërojnë gjatë muajit të Ramazanit. Mirëmbrëma, është një top story mbi agjërimin, mbi besimin, mbi sakrificën, një top story veçantë i rrallë që sigurisht nuk kemi luksin ta kemi në prame politike, një dialog dhe jo një debat, një qasje reflektive dhe jo një kontradikt politike e të tjera me radhë. Nuk meriton që një çështje e madhe si besimi, që nuk është një çështje, është jetë në vete, të më lejoj mua të mos kem për ulsin, të bëj një hyrje, një përmbledhje, një fillim, një mbarim. Ajo që duhet bëj, besoj, shpresoj që bëj gjën e dur, duke dëgjuar dhe duke shijuar të ftuarit që kam sonte në studio, të cilët kanë historinë e vet, eksperiencën e vet, shpirtëroren e vet në këtë besim dhe në këtë reflektim në këtë muaj që për besimtarët musliman është shumë i rëndësishëm. Çfarë do të thotë agjërimi, çfarë do të thotë sakrifica? Janë më të sakrifikuarit ata që sakrifikojnë me besim
dhe me devotshmëri, apo është një praktike e cila her pas here ndiqet edhe pa u kuptuar si besim dhe si praktik. Çështje kemi shumë për diskutuar, asnjëherë nuk mund të jetë e mjaftueshme, jo një kohë televizive, por një kohë jete për të kuptuar besimin, por kjo dhe ky rrugtim, ky reflektim bëhet gjatë gjithë kohës edhe gjatë gjithë jetës njerëzore së paku sa e njoh unë historinë. Do t'ju prezantoj të 5 të ftuarit në studio, të cilët kanë një le të themi veçanësi në historitë të tyre, në fabulat të tyre sa i përket kontributit dhe risisë që kanë në këtë besim. Kam një lidhje të drejtë për drejtë gjithashtu, disa materiale qoftë edhe për të dhënë një atmosferë jashtë një prime time politik me besimin e plot, që besimi her pas here është zhvillimi më i madh i një vendi se sa ai i zhvillimit politik. Kam 2 zonja në Top Story sonda, edhe kam kënaqësi ta nis me Brigida Muçën. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Ajo që ka thënë në një audiencë të madhe në radio televizionin shqiptar, mos gabohem, ka prekur qindra dhe mira ata që e kanë parë, unë e pash, dhe të përgëzoj fort që e the aq përmbledhtazi dhe pa asnjë lloj teprije gjithë historinë e jashtëzakonshme të jetës tënde dhe të besimit. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit. Kënaqësi që të kam këtu. Kam një studente ekselente, Laura Kërtalli. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se. E përzgjedhur nga ne, sepse kur ti gjendeshe në kryeministri dhe more një medalje, mos gabohem unë, cilën unë e pash më pak se sa ajo që ti the, medalja që neve na erdhi të t'jepnim ty të përzgjedhur sonte në Top Story ishte mënyra e qartë e jote e vetë besimit që të ka dhënë besimi sipas meje. Shumë faleminderit. Është kënaqësi. Ergjys Myrtiri, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Je i vetmi këtu që kemi një kryqëzim midis politikës edhe filozofikës edhe doktrinës religjioze. Falenderoj që më bën dhe pjesë oazesh për te batareve të përditshme. Sepse është e jotja. Ermir Hoxha, mirëmbrëma, mirë se erdhe. I pari ndoshta që ke iniciuar një program mediatik sa i përket agjërimit me fokus agjërimin, jo vetëm besimin. Po, që në vitin 2008 me Elvis Naçin, unë startova një projekt për të eksperimentuar dhe për të lëvruar pikërisht një gjini të tillë të spektakleve ose cikleve që i dedikon besimit, i dedikon Ramazanit. Pra duke marrë për shkas Ramazanit dhe që atëherë kam vijuar në vite me shumë projekte të ngjashme. Deri para pak vitesh i kam pas të fokusuara në median kosovare, atje i kam realizuar dhe tani rikthehem në ish shtëpinë time mediatike, sepse edhe agjërimin e parë personalisht të plot e kam pasur pikërisht kur kam qenë gazetar në Top Channel, këtu e 20 e sa vite më parë. Mirë se erdhe në Top Story, kënaqësi. Endi Tufa. Njihesh nga gjitha audienca shqiptare, nga ajo e Top Channelit veçanërisht, je gazetari Top Channelit i sektorit, le të themi, dimensionit të sportit, por ti agjëron për herë? Unë kam filluar të agjëroj që fëmijë, sepse ndoshta jo të plot gjithë Ramazanin, sepse kam patur gjyshen e cila ishte praktikante dhe si gjithmonë ne këtu rriteshim me gjyshet edhe pas saj. Më pas në vitet e fundit sigurisht kam mbaj të plot agjërimi dhe mundohem që kontribuoj sa më shumë duke shfrytzuar në një farë mënyrë profesionin dhe duke shfrytzuar dhe median tonë për t'i dhënë zë asaj që është për t'i dhënë zë. Dhe duke i dhënë një mikrofon më specifike dhe më të fokusuar edhe sportistëve që agjërojnë, apo jo? Sportistët, duke qenë se sporti tashmë gjithmonë në më shumë po krijon imazhe dhe duke qenë se është kaq i ndjekur krijon gjithmonë shembuj të tyre në botë, kanë bërë që edhe të përcillen edhe në Shqipëri, përveç asaj që përcjellet çdo familje tek sportistët, ashtu siç ndodh ke familja ime, ashtu edhe tek familjet e këtyre sportistëve, dhe gjithnjëherë më shumë po bëhen ata që po agjërojnë. Edhe në këtë vit, edhe në shumë sporte shumë të vështira, unë madje sot vi nga një intervistë që kisha me një boksier, i cili imagjino që të durosh aq shumë grushta dhe të jesh agjërueshëm, apo dhe të vitesh aq shumë dhe të jesh agjërueshëm. Pra, disa sakrifica që ndoshta për njerëzit që nuk agjërojnë e mendojnë si sakrificë, ndërkohë që për njerëzit që e besojnë fenë dhe e kuptojnë se çfarë është agjërimi, është thjesht një detyrim dhe diçka shumë e bukur. Dhe do t'ju pyes edhe për lehtësimin që ka agjërimi, do të pyes Ermirin për këtë, veçanërisht po jo tani. Do të kem në lidhje drejt për drejt Lira Dyrmishin, mos gabohem, e kam.
sa po kam bërritur në Mek dhe regjia po e bën të mundur lidhjen me të, ndërkohë e prezantova, por kam bindjen që regjia më ndihmon edhe pas ka letë të parë përgatitur për 2 momentet e 2 zonjave, zonja po të quaj zonjë, po ti e zonjush. Por në Top Story rrallë herë kemi zonjusha, kështu që vështirë është. Ndjem edhe pak e privilegjuar të më drejtë që jam këtu. Është mrekulli që ti e ndjen ashtu. E nisim me fjalën që ka mbajtur Brigida, një pjesë të sajën, s'kemi kohë për të gjithën, është normale, por një pjesë të sajën si ka prekur audiencën e madhe të një festivali, një risi e jotja që shfaqesh aty me atë shpirtëroren tënde për te muzikës. E dëgjojmë një çast. Si mos më mjafton të më, këto sfida me djalin, erdhi diagnoza tjetër. Kancer në kokë. Kur mjekët më thanë, ndjeva si kur u hap qelli, por nuk thash pse ai, pse ne, apo të fajsoja dika. Pranova fatin tim, atë që Zoti... Dhe me të drejtë regjia nuk e çon deri në fund atë që ke thonë atje, sepse unë dua ta thuash këtu si është sot situata. Ke 2 momente të rëndësishme në rrëfimin tënd. Momenti i parë është kur thua plotësia dhe mbushja shpirtërore nga besimi e te i kaloi kënaqësinë e bukurisë. Si ndodhi ky moment? Kur ti e kishe kaq e qartë që pjesa e bukurisë dhe estetikës e te i kalonte mbushja shpirtërore. Ajo erdhi si një gjendje shpirtërore pak më parë, do me thonë unë që s'po realizoja do të ëndrrat e mia akoma për të bukurën, për stilimin, dhe isha e brengosur, isha e mbushur me mërzi, dhe në një moment shkoj në xhami, bashkë me kushurirat e mia, dhe... Shkoj e shpesh? Shkoj e zakonshëm? Jo, hera parë. Ishte hera parë? Dhe ishte çuditje të gjithëve, edhe vetes, se si më mbush mendja të shkoj në xhami, e cila e mora indicje nga një event që ishte bërë, rastisëm që ishim aty, dhe shkoj, dhe përjetimet që përjetova aty, që ndjeva aty, ajo ishte ajo tundja shpirtërore. Ashtu? Po. E ke ndjerë që herën e parë? Që herën e parë. Emocion, mundohem shpesh herë dhe tani, dua ta përjetoj për njësoj. Po nuk është që letë, prapë. Dhe ajo më përmbushi, dhe thash që unë do vi këtu. Do njëherë, për sfidat që ti ja shfaqe publikut për një mision tjetër, që do të lë ta thuash tani, për të mos marrë vetëm atë ndjesinat e një kohë më përpara. Dua ndjesinë tënde tani, prandaj e ndaluam. Ndonjëherë e pyet veten që të është dhënë kjo thirrje e besimit pikërisht se do të kishte një vështirësi më të madhe për të përballuar në familje, në misionin që more më pas? Patjetër, Zoti asnjëherë nuk sjell dhe nuk sjell diçka pa një kuptim dhe pa një përmbajtje dhe për çfarë do të vijë mbrapa. Është, domethënë, ne në besim e kemi të qartë këtë. Çdo situatë që gjendemi, çdo sprov, ne na jep mësimin sepse ajo do të ketë një të mirë mbrapa ose do të ketë një mësim ose një të ardhme tjetër që do vijë jeta. Që nuk patë frikë megjithëse ishte duke përballuar autizmin e djalit, nuk patë frikë bëheshe nën për herë të dytë. Kishe qartësi që nuk do të ndodhte më, kishe një bindje të brendshme që s'do të ndodhte më? Jo, nuk ishte bindja që nuk do të ndodhte, po ishte bindja që në qoftë se unë do kisha frikë që mos bëja një fëmijë tjetër, atëherë ç'rol kishte besimi? Ç'kuptim kishte ajo që unë thoya besimtare? Po nuk do isha mbështetur në Zot dhe do hedhja hapat e mia për një fëmijë tjetër si jeta normale. Kjo është. Ti mrekullove veshin e kujtdoj që të dëgjoj kur u tha në atë sallë që pas sfidës tjetër që djali përveç autizmit u diagnostikua me kancer në kokë dhe mjekët nuk jepnin shumë shpresa, the që jetoj sot familja ime, unë jetoj çdo ditë si dita e fundit me një djalë i cili po bashkëjeton me kancerin, por është mirë. Është mirë? Po, fal Zotit, është mirë them. Sfida është aty. Problematika është aty, por ai ka kaluar për shkak të operacioneve, ca sfida, paraliza dhe rëndje në koma, dhe gjitha këto i ka kaluar, dhe për këtë them faleminderit Zotit dhe them që është mirë. Ai jeton me 2 tuba në kokë, të cilat e lehtësojnë mënyrën e jetesës,
por është, si thot populli, një bëmb me sahat. Dhe nga moment i moment, ne mund ta humbim. Dhe ne kemi të qartë këtë, dhe kemi rënë dakord me këtë lloj sfide, e kemi pranuar se kjo është një çlirim shpirtëror, kur ti e pranon sfidën, sa do e dhimbshme të jetë ajo. Si kam, më thua dot një vers, një thënie, një qëndrim, një ndjesi që ke gjetur në besimin tënd, që të jep ty këtë lehtësi për të përballuar me këtë paqe për një tjetër, një tragjedi e pakalueshme. Kemi parë pafund, familje, prindër që dorëzohen. Kush është momenti që her pas here ty të ngre në këmbë, se pa diskutim që dhe ti lodhesh. Patjetër. Edhe ti bie moralisht. Edhe unë vajtoj. Patjetër. Se edhe loti është proces që Zoti na e ka dhënë për ta bërë, sepse na çliron, na motivon për të marrë forca më shumë, dhe kuptojmë që jemi dhe njerëz, se loti na bën më njerëzor. Më citon dot, më referon dot? Po, patjetër, është nga Kurani është Zoti është me durimtarët. Ky lloj premtimi që Zoti na ka dhënë, unë e kam brendësuar dhe shpresoj shumë dhe kam provuar që Zoti ma ka dhënë shpërblimin. Në një moment, mund të tregoj një moment në spital kur djali im del nga koma, ishte i shpërfytyruar, i dobësuar dhe unë duhet ta bëja dush. E shikoj që ishte bërë, dhe me thonë ishte shumë e trisht ajo pamja, ajo ta prekje trupin e djalit dhe i lutem Zotit me ndjesin dhe me mbështetjen më të sinqert, që o Zot, ma jep dhe njëherë të bukur, kthej dhe njëherë të bukur, pastaj mere. Po kjo mere nuk ishte një fjalë goje, ishte vërtet e ndjerë. Vetëm ta shikoj edhe njëherë të bukur. Dhe ti ishe bërgati, por doje ta shikoj edhe njëherë të bukur. Edhe njëherë, sepse s'doja të hikte nga ajo botë, nga kjo botë me atë pamje aq të trisht, doja ta shikoja siç ishte që më parë i bukur. Dhe them, fal asaj lutje, Zoti sot ma ka lënë akoma në jetë. Të bukur. Bukur. Është i bukur. Sa vjeç është? 21. 21. Dhe vajza? 17. 17. E nisëm me një mënyrë përfshirëse të plot për të vazhduar me një ekselencë të re. Laura, si është në raport me shoqet, shokët e tu, ti je një besimtare e dukshme, se ti je një besimtare e dukshme. Kjo është e vërtet që jam një besimtare e dukshme dhe me thënë drejtën gjithmonë ka qenë diçka pozitive për mua. Që domethënë gjatë rritjes edhe deri tani kam pasur atë respektin reciprok, patjetër, dhe ndonë se kam parë shumë histori të ndryshme, të cilët ndoshta nuk janë ndjerë mirë të përshtaten, me thënë drejtën personalisht nga eksperienca ime ka qenë diçka që me të vërtetë më ka ndihmuar që të kem dhe një lloj përgjegjësie që unë të jem vërtet versioni më i mirë i vetes time. Dhe ka qenë gjë shumë e mirë në jetën time. Jam shumë falënderuese. Kush të guidoi, kush të çoi në këtë rrugë? Tani unë kam lindur në një familje besimtare muslimane, por jo praktikante. Kemi qenë musliman me emër, si shumica e shqiptarëve. Më pas ishte mami, ajo që hyri në fe, dhe unë dal u rrita dhe pash praktikën fetare se si funksionon. Ajo thjesht hyri në fe dhe pastaj me kalimin e kohës u zhvilluam të dyja së bashku, por ishim vetëm ne nga gjithë fisi që ishim praktikant. Babi pastaj ndëroi jetë dhe mbetëm domethënë ne pjesa e vogël e familjes. Dhe edhe pse normalisht zonja tha që ka shumë problematika vendosja e shamis në atë kohë, nuk është se kanë qenë të pakta dhe për shumë vajza të moshës time dhe... Prandaj të pyeta. Po, patjetër. Sepse ndoshta dhe situata ime ishte pak më ndryshe, sepse unë nga që nuk e kisha babin, kishin për të folur dhe kishin vend të kishin një mendim edhe pjesëtar të tjerë të fisit, sepse nuk kisha të mbështetjen e të dy palëve dhe normalisht... Ata ndërhynin më shumë? Nuk do të thënë ndërhynin, por unë kisha atë presionin e opinionit. Po pjesë të karakterit e kam pas atë guximin e momentit dhe të them drejtën vendosja e shamis ka qenë shumë moment frymëzues. Ndoshta ajo video që do transmetohet është edhe një finalizim i këtyre momenteve të mia frymëzuese që i kam nga Zoti
Dhe mendoj që thjesht duhen shfrytzuar, sepse ne jemi sebepe për të bërë diçka të mirë dhe gjatë atij momenti edhe unë e shfrytëzova, edhe te vendosja e shamis, nuk mendova fare se çfarë do bëhet më mbrapa, po e kisha atë bindjen edhe gjatë atij momenti thjesht e mora si vendim, si thuash. Edhe kur e vendose shamin, ndjeve më e bukur apo më e ndryshme? Si ishte ai momenti për jetimin? Unë ndjeva më e plotësuar, sepse jam ndjerë normalisht dhe më e bukur me kalimin e kohës, po jam ndjerë më e plotësuar në aspektin që kishte diçka që më mungonte në jetën time dhe mendoj që shamia ishte ajo që ma plotësoj. Si ta plotësoj? Në çfarë dimensioni? Ma plotësoj sepse kam qenë njeriu gjatë jetës normalisht jeton edhe don të kërkoj atë rrugën e tij, po unë kisha nevojë shumë e vogël akoma. Po jam, normalisht unë se kam gjetur akoma, jam në rrugtim e sipër, po shamia ishte një identitet. Dhe ishte një identitet që unë e përqafova me njëherë. Dhe kjo... Diferenca midis teje, vetes tënde dhe një gjimnaziste tjetër, përpara se të shikojmë momentin kur ti merr një lavdrim, një medalje në kryeministrisë, do ta shikojmë atë. Çfarë prioriteti, çfarë epërsie ndjen ti që të ka dhënë besimin në raport me shoqet e tuat? Apo dhe çfarë mbrojtje? Apo dhe çfarë sigurie? Atëherë, në aspektin më të thjesht, akademik njëherë, që ka shumë vështirësi, do të thoja në këtë drejtim, edhe për provime dhe për një test shumë të shpejt, kam qenë gjithnjë pas një lloj stresi, dhe kjo është një mrekulli, do të thoja unë aspektin akademik, dhe këtë ma ka dhënë besimi. Qetësi, ë? Qetësi, po, qetësi e jashtëzakonshme, sepse zakonisht ke një vështirësi shumë të madhe kur do përballesh me gjën. Po unë kam atë lehtësinë sepse unë e di që unë i kam bërë sebepet, unë kam bërë përgatitjen dhe pastaj nuk është më në dorën time. Performanca thjesht mbështetem te Zoti dhe normalisht që ai ta jep suksesin, është e padiskutueshme. Ta dëgjojmë pak se si e ke thënë, me çfarë lloji vetbesimi që na dërrojë vëmendjen plotësisht. Regjia më ndihmoni pak. Unë do të thoya që një nga forcat më të mëdha të njerëzit është dija. Prania ose mungesa e së cilës formojnë shumë mirë identitetin e njerëzit. Dhe edhe një populli më lehtësisht i nënshtrueshëm është një popull i paditur. Prandaj doja t'ju thoja që ne duhet të kapim të gjithë fort pas dijes, sepse dija është e vetmja gjë që na garanton vjeshmërinë e identitetit tonë kombëtar, si dhe ecjes përpara të vendit tonë. Shpresoj shumë që cilësitë e fituara gjatë këtij rrugtimi të jenë shumë të vlefshme për të mirën tonë personale, por sigurisht dhe për atë kolektiven. Gjej rastin që të falenderoj mësuesit, normalisht ju duhet falenderoni dhe prindrit tuaj, unë falenderoj mamin, sepse babin nuk e kam, dhe shpresoj shumë që kjo të jetë një ditë e shënjuar për të gjithë, që të na motivojë që të ecim përpara. Për mua është e tillë dhe jam shumë optimiste për veten, për ju dhe për këtë vend. Kështu që ju përgëzoj se më nxjerrë. Pse më tërhoqe shumë vëmendjen, se sigurisht kryeministra, ministra, situata në cilat student ekselent kanë shkuar, kanë hyrë në instanca të caktuara dhe të kanë marrë vlerësime ka në vite shumë. Por ajo që më ka pëlqyer mua tek ty, dhe ta thash përpara se ta nisnim, është se si ti nis dhe thua dua të falenderoj. Po, se nuk ishte pjesë e videos, por që në fillim unë them... Sepse duam ta marrim nga ty. Okej. Unë them direkt falënderimi takon vetëm Allahut. Dhe kjo ishte një pjesë shumë këshilluese, imja kisha marrë një rol shumë me vetbesim, po në fillim ishte me të vërtet shumë, ishte diçka që unë isha shumë e pafuqishme ndaj asaj çfarë po ndodhte dhe them thjesht falënderimi takon Allahut dhe pastaj ndiqet me disa vargje Kurani, me që nuk u transmetua, kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, që do të thotë a janë njësoj ata që dinë me ata që nuk dinë. Pra unë çfarë kam paraqitur, çfarë di, është një reflektim i asaj çfarë na mëson feja. Dhe ti nuk u intimidove fare që ishe në një institucion pushteti dhe nuk the asnjë çast që po falenderoj kryeministrin, së paku në atë që dëgjohet, dhe përsëri ajo ishte një vlerësim i joti, sepse po e merri, por po e merri me qetësinë e të qenurit vetja jote. Këtë lloj qetësie ti jep gjithmonë, thanë më pas që pse nuk falenderove?
Është një klip për qeshur i Armal Mamaqit që thotë, s'kam se t'ju falenderoj fare se unë këtë e mora, po falenderimin unë e thash që i takon vetëm Allahut. Dhe me thënë drejtën edhe situata aty, nuk mendoj që unë do ta marr personalisht që po ma japin mua, po ma drejtojnë mua atë çmim, sepse atë si unë e meritojnë të gjithë ata që ishin aty, ndoshta edhe më tepër, sepse ndonjëherë për punë pikësh edhe nuk kap atë mesataren finale, dhe mendoj që ai kurorëzimi aty nuk ishte personal vetëm për mua që unë t'i drejtohesha dikujt specifikisht që më bërë një nder, apo që unë ngrita më tepër se të tjerët, por ishte një çmim në bashkësi, dhe unë ndjeva pjesë asaj bashkësie, prandaj nuk e ndjeva dhe nevojën për të bërë një falënderim personal. Falënderimi personal e bëra me atë që e ka personalisht me mua, që ma dha suksesin. E bukur shumë. Ermir, pse vendose po, edhe dua të gjithë... Ekscelenca e vërtet ka qenë fjalimi, mbi ekscelencën tjetër të mësimeve. Po, ashtu është, po. Pse vendose të fokusohesh tek qartësimi dhe gjithë mekanizmat e agjërimit? Atëherë, më lejoni që ta filloj me një kompliment për ju, sepse duke qenë qëmtues i kujdesshëm i artikulimit gazetares, sidomos të moderatorëve, sot ke bërë hyrjen më të bukur që ke bërë ndonjëherë në emisionet për aq sa të ndjek. E ndoqja me vëmendje edhe më të qetë. Atë lloj ruazarizimi të fjalës me një elokuencë që mbeta kështu pak, sepse nuk e kisha as tensionin e debateve politike dhe kishe një timbër zëri shumë të shtruar, dhe kjo nuk mundodh vetëm se në Ramazan. Ashtu. Vetëm se Ramazan mundodh. Që do thotë sepse Ramazanin e konsiderojmë edhe një muaj mrekullisht dhe çuditsh në kuptimin sepse vërtet ndodhin gjëra paksa jashtë jo normales, siç ndodh në muajt e tjerë me njeriu individualisht dhe me shoqërinë në përgjithësi. Mjaft ajo molepsja e përgjithshme që kanë njerëzit, që mjaft të kenë pak besim në zemrën e tyre dhe të gjithë molepsen ose jepen pas agjërimit si ritual, pra si përjetim social dhe përjetim besimor. Unë e kam ndjer për detyrë në momentin që jam futur në besim, le të them që unë kam një histori personale. Unë jam rritur me pamjen e një gjyshi me shumë famë në shoqërinë ku ka jetuar, në shoqërinë e Dibrës. Im gjysh ka qenë kryemiftiu i Shqipërisë në vitet 90, ka qenë një ndër figurat më të larta të Islamit në Shqipëri, ka qenë miftiu i 4 qyteteve, ka qenë edhe mifti në atje ku ka Dajat, kolegu në Lushnjë, në Korçë dhe në Pogradec. Pastaj ka qenë dhe miftiu i Dibrës. Mirë, po formimin tim unë nuk e kam pas fare islam. Pra nga islami unë kam pasur vetëm disa njohuri teorike. Duke qenë se fëmijëria dhe adoleshenca ime ka kaluar në vitet 80, unë kam pasur një formim kulturor të kohës për sa i përket letërsisë, muzikës, artit në përgjithësi, por me fen kam qenë jo shumë i ngranuar, pra jo shumë i të nduar dhe jo shumë i të rrequr pas besimit. Pastaj kanë ardhur vitet 90 dhe nuk e kam pasur as agjërimin, e kam pasur të copëzuar. Pra, nuk e kam pasur të plot. Mbas viteve 2000, janë vitet ku fillon jeta islame merr një dinamik tjetër në kushtet sidomos të kryeqytetit, sepse vinë brezat e parë të studentëve, atyre që sot janë allxhallar të afirmuar. Edhe aty ka filluar, si më thënë ai, kërkimi i vetvetes, si një vetvete e ndryshe. Duke medituar, duke menduar mbi veten time, edhe ka filluar ato çapitjet e ndryshe. E di pse se dua t'i japim disa spunto, sidomos pjesës së re të shoqërisë. Po. Ka pikpyetjet e veta dhe mund ta gjej veten në besim, ne nuk ja imponojmë, por kur ka një shenjë caktuar, se prandaj po pyesja cila është shenja, se her pas here njerëzit duhet lexojnë shenjat. Këtë e kanë thënë dhe ata që janë religios, janë shkrimtar. Coelho ka Alkimisti, është një nga veprat më të bukura të leximit shenjave në jetë. Në atë kohë e kam lexuar dhe Alkimistin. Në atë kohë e lexuar Alkimistin. Në atë kohë sepse në atë kohë fillon edhe Coelho bëhet i famshëm, pra në fillimin e viteve 2000, në atë kohë për koincidencë kam lexuar dhe Alkimistin. Shenjat kanë qenë, është një rrëfim pak individuali i jetës time private, pasi
isha në një lloj bashkëjetese me dikë edhe ka ndodhur në mënyrë të çuditshme, sepse fetarisht na thuhet që udhëzimi është çështje e Zotit, ta hap zemrën atij kur ti se mendon. Për shembull, unë nuk e kam pasur fare projekt islamin. Pra që unë t'jem një besimtar praktikant kur nuk e kam menduar. Pra, sepse çdo njeri mendon të ardhmen, e projekton, e vizaton veten diku. Ka një imagjinat, po. Fare, ka qenë zero, që unë një ditë do agjëroja, pra do isha njeri praktikant, besimtar praktikant, këtë nuk e kisha imagjinuar kur. Edhe ka qenë një moment kur duke ecur në një prej rrugëve të Tiranës, ishte situata pas 11 shtatorit, pra kur çështjet e islamit dhe të figurës muslimanit ishin temë kryesore e debatit, në atë kohë edhe debatit botror, në trotuar ishin 2 besimtar musliman mjekrosha. Pra me atë pamjen e qartë të muslimanit dhe njeriu që kisha në krah më kërkon të dalim në anën tjetër të trotuarit, pse i them, për shkak se janë ata 2 dhe unë nuk e di se nga merdi, po me erdhi vetvetishëm t'i them të isha unë si ata të 2. Dhe në atë moment kam pas një përlotje të brendshme, nuk e di se nga erdhi dhe në atë moment se kuptoj që ishte fjalia jotja. Se kuptoje me fjalë se çfarë po ndodhte brenda meje, edhe vetëm që e artikuloja edhe pa vetëdijshëm të isha unë si ata. Pastaj ka ndodhur dal ngadal ajo tërheqja. Kanë filluar si shumë të rinj të shkoj për xhuma tek tabakët, pra ke Elvis Naçi. Dhe këtu është rasti t'ja them edhe miku tim Gjys Mërtiri, që ndër portretet e para, me cilën t'jam ballafaquar ke tabakët, ka qenë portreti i Gjys Mërtirit. Tani po e marr vesh. Edhe kështu që prej intelektuali në një ambient religjioz që është shumë të qesh. Por nuk ka qenë, si thua, moment kur kam pasur krizat forta, për shembull siç mund ndodh që ke prekje ekstremesh, pra ka qenë një rrethan normale, por ka qenë diçka e brendshme, diçka që është shembur dhe ka rilindur, sepse edhe Ramazani jep shansi njeriut, jep mundësinë të zbuloj gjëra, sentimente që janë të fjetura, që janë të përgjumura, të fjetura, ose të panjohura nga i, dhe që i zbulon. Si zbulon resurse fizike, pra fuqi fizike për të përballuar një agjërim, ashtu zbulon edhe resurse të thella shpirtërore. Pra Ramazani është dhe një zbulim i vetvetes. Dhe në atë moment fillova duke me i agjërimit, me reflektimin, me futje në një dimension tjetër që s'është e përditshme, se dua ta përshkruaj këtë, e kam shumë të rëndësishme mirë sepse nuk e di sa pak bëjmë ne për t'i dhënë disa spunto njerëzve që duan të gjejnë shenja ndaj këtej për t'i lexuar tek vetja. Shenjat mund të jenë të tuat, mund të jenë të mijat, nuk janë eksakt për dikë tjetër njësoj, por gjithashtu janë shtysa për dikë tjetër për të lexuar një shenjë të ndryshme të vetën. Por që mjafton një gjë e vogël dhe një lexim i mirë. Pra ky kryqëzim, ky bashkim midis agjërimit, reflektimit ndryshme, ides që ti ke hyrë në një dimension tjetër, që është një gjë e shenjtë, një muaj i veçantë. Ti thua që të zbulon veten ndryshe, t'jep një zbulim tjetër, t'jep një lexim tjetër, t'jep një ndjesi tjetër të brendshme. Nuk ka të bëjë thjesht me ushqimin. Ushqimi, për shembull, për mua personalisht kalon një plan komplet pa rëndësishëm. Sepse është etik dhe fizik, ka 2 dimensione. Kryesori është etika. Për shembull, po them që në agjërim, sepse edhe kështu na thuhet fetarisht, reformimi i gjuhës, shikimit, dëgjimit, pra ku individi fillon edhe i bën atë, siç ka qenë një term në kohën e socializmit, remontin kapital vetvetes, rivajisjen, revizionimin e vetvetes në funksion të asaj që në finale, si në dimensionin vertikal të raportit me zonin, si në dimensionin horizontal në raportit me njerëzit, në finale ti t'jesh njeri më i mirë. Nëse nuk e ke arritur në fund të Ramazanit t'jesh njeri më i mirë, diçka ka çaluar.
Ndërsa, përsa e përket asaj... Si e kupton njeriu vetë që është njeri më i mirë, se shumica e njerëzve thotë jam i mirë. Ky është një problem. Ato e thonë me gojë, por shumica atyre dhe vetë e dinë, sepse njeriu me fjalë, shiko, Islami jep një shans njeriut, që të jeti sinqert me vetën dhe me njerëzit. Nuk ka një besim tjetër që mund t'jep këtë shans njeriu të jetë i sinqert. Me fjalë, Islami godet direkt në sinqeritet. Pra që është virtyti më i lartë që duhet të ketë njeriu. Nuk e le të rjetojë me vetgënjeshtrën njeriu. Nuk e lejon. Unë s'mund t'ja lejoj vetvetes të vetgënjehem. Edhe të ri me iluzione, me fjalë që jam njeri më i mirë. Madje ndjem keq, kur njerëzit ndoshta më komplimentojnë ose më thonë diçka për shembull vlerësuese, ndjem keq sepse unë e njoh vetveten. E di se sa të meta kam, e di është një luftë e brendshme, e jashtëzakonshme, me fjalë që unë kam me veten time, këto e din Zoti, nuk e din njerëzit. Ka momente në të cilat ti ja di vetes ato vlera? Ndërkohë? Më tepër për qëndrimin tim e kam ke dobësi se sa ke vlerat. Ke dobësit për t'i shndruar në vlera se se tek afirmimi i vlerave. Këtu e kam të paktën unë atë të brendshme. Tu do kishim bërë një debat shumë të gjatë. Shumë i gjatë. Për një arsye tjetër se unë besoj që gjithashtu besoj, Ermir, që kur njeriu ka dhe vetbesim që po e ngacmoja pak Laurën tek vlerat e veta, me të njëjtën siguri ecën të guidojë të tjerët. Edhe her pas here brezi jon, imi joti, i Ergysi deri diku, e vëm veten shumë më tepër në dyshim se ç'duhet, dhe ndërkohë që ne reflektojmë dyshimet tona, dikush që s'ka dyshime fare dhe bën gabime sa të doj, por ka një delir të madh, na parakalon në kohë së paku dhe mund të bëj dëme, të cilat ne nuk jemi aty. Edhe kjo balancë midis çfarë duhet i japim botës shoqërore, njerëzve, një lloj qartësie. Ka arritur një moshë, vjen një kohë në cilën them, prit, mendoj që këtë e di dhe duhet ta them kështu siç e di. Nuk ka nevojë të vëm veten në dyshim më tej, prandaj të bezdisa. Jo, nuk ka problem. E skepticizmit e dyshimit, po e ngacmimit, thon këto. Më lejoni të lidhem me Lira Dyrmishin, e cila ka arritur në aeroport, është drejt Mekës dhe do kem pak mundësi pastaj të lidhem sërish. Mirëmbrëma. Një pamje e bukur e jotja atje. Mbrëma Grida, mirëmbrëma. Faleminderit që jam transmision. Kënaqësi e vërtet. Sa orë ishte udhëtimi? Sa orë ishte udhëtimi deri aty? Po, udhëtimi ka zgjatur mbi 6 orë të drejtën. Sigurisht edhe tranzitet, por vetë është larg fizikisht, po jemi në zemër afër, sepse sidomos në muajin e Ramazanit besimtarët musliman dëshirën e kanë shumë të madhe për të ardhur në vendet e shenjta dhe për të bërë ato adhurimet e tyre aty ku ka filluar shpallja e Islamit dhe aty ku është ndëruar dhe agjërimi i Ramazanit vetvete. Që për ne është një kënaqësi shpirtërore shumë e madhe. Edhe për mua është një kënaqësi që një besimtare e tillë është një psikologe e arrir dhe që mund të kombinoj besimin me shkencën. Dhe kjo është gjë shumë e madhe, shumë e madhe. Sa do qëndrosh atje? Mirënjohëse Zotit në radhë parë, gjithçka unë e shikoj si një bekim shumë të madh. Vetëm 5 ditë në fakt, sepse po shumë intensive. Kjo, agjërimin vetvete, familja që kam lënë mbrapa, por më dha mundësia dhe doja ta shfrytëzoj patjetër për t'i bërë ato lutjet e mia dhe përpjekjet e mia për të qenë më afër Zotit nga këtu, nga vendet e shenjta. Dhe çfarë u lutet gjatë kohës në avion? Do të jeni në lutjet e mia të gjithë. Edir, po, dua di besimin e përditshëm, nuk dua di besimin thjeshtësisht si teori. Grida, realisht është një pyetje, po unë do ta tregoj atë intimitetin e kësaj përgjigje ashtu me atë sinqeritetin që mendoj që ne kemi nevojë edhe për të lloj sinqeriteti. Sigurisht. Secili nga ne në ato sfidat e tij të përditshme ka vështirësi, investohesh shpirtërisht, pse jo vetëm shpirtërisht, por është investim që shkon me kosto mendore, emocionale, me shumë mund. Dhe shpeshherë ti mund ta shikosh veten në udhëkuqe të vështira, nganjëherë të pamundura, nganjëherë vështirësohet deri në atë pikë sa thua, a ja vlen? Ose a është për mua? Dhe lutjet e mia përveç se për familjen dhe për shëndetin, që sigurisht janë gjërat e para pa diskutueshme, janë të natyrës që o Zot, nëse
është e hajrit ajo gjëja që unë po përpiqem të bëj, ma mundson. E nëse nuk është e hajrit, se ne nganjëherë përpiqemi, por nuk e dim çka ka përtej, atëherë më drejto për tek më e mira. Dhe unë mendoj që njerëzit kanë në dorë të bëjnë më të mirën e asaj që munden nga vetja tyre fizikisht dhe pastaj suksesin t'ia lënë dorë Zotit, sepse kaq kemi në dorë. Të bëjmë atë premisën fillestare. Mos e prit fare feedback-in, sepse siç thot populli, i dhe kripën, do të i dhe në deks do ta gjesh dikur të mirën. Pra, ky çlirimi që nëse një gjë nuk ndodh, ju kur besoni, ne kur besojmë, ose nuk është çështja imja kjo, por dua t'ju dëgjoj juve, kur besohet, pra, dhe një gjë nuk shkon siç e ke menduar ti brenda vetes tënde, pasi e lutur që nëse është e hajrit ma jep, nëse nuk është më jep një tjetër, ti thua që ajo që s'ndodhi nuk duhet të ndodhte dhe je i qetë. Ajo që nuk ka ndodhur nuk ka qenë më e mira për mua. Okej. Me siguri Zoti ka menduar diçka më të mirë, të cilën prej urtësisë së Zotit në këtë tokë ne e kuptojmë me kalimin e kohës, sepse ne nuk e kemi perspektivën e kohës tani dhe këtu. Ne do ta përshkojmë që ta shikojmë kur shkon në këto 5 ditët atje, ke shansin dhe mundësinë të takohesh dhe me profesionist përveç se me besimtar? Profesionist të profesionit tënd? Shiko, t'jem shumë e sinqert, është një moment që ti takon njerëz nga gjithë bota që bashkohen këtu për një qëllim të vetëm dhe kryesisht qëllimi është ajo shkëputja nga përditshmëria për të dedikuar rritjes tënde shpirtërore dhe atij reflektimit personal. Mua më paraqitet të shikoj njerëz të backgroundeve të ndryshme, takohem me to dhe është shumë e thjeshtë këtu që ti të lidhesh me njerëz që nuk e njeh nga një start shumë pozitiv dhe shumë besueshmërie, sepse secili që futet aty në xhamin e shenjtë ka premisën për të besuar që secili që është këtu është më i mirë se unë. Kështu që kjo është, mendoj, është diçka që na mungon në përditshmëri. Ta shikosh ti secilin rreth e qark teje më të mirë se ti, ti nuk nisesh më të pyesësh çfarë profesioni ke, po këto janë gjëra që lindin natyrshëm pastaj në diskutim. Dhe merr shumë aty, merr shumë realisht nga njerëzit. Edlir, falenderoj shumë. Çfarë është gjëja e parë që do bësh pasi dalësh nga aeroporti? Gjëja e parë që do bëj sa për dal nga aeroporti, do shkoj bashkë me djalin tim 14 vjeçar që e kam me vete, të ulëm një restorant, hajmë diçka, sepse ka qenë një ditë e gjatë e lodhshme agjërimi dhe udhtimi, dhe besoj që e meriton dhe ai pak pushim tani në hotel dhe drejt për në xhamin e shenjtë në Qabe. Okej. Unë uroj shumë që t'jetë një 5 ditësh i mrekullueshëm për ty, nuk dua të përdor terma të tjerë, edhe kënaqësi që kishim këtë lidhje të bukur me ty atje. Mirë, i kërkoj Endit dhe Ergysit mirë kuptimin të shkojmë në publicitet të shkurtër, sepse do ta nis më një herë me ju në një dimension tjetër tashmë jo vetëm të mrekullimit. Hapësirë vogël publicitare. Qoftë para një ndeshje apo një halli të kësaj bote, po themi, njeriu ka nevojë që të drejtohet dikujt, qoftë me lutje, qoftë me falje, siç e themi ne, siç e praktikojmë dhe ne gjithashtu, por fakti që të ndrosh përpara Zotit gjithësisë është një kënaqësi shpirtërore.
Endi është shumë emocionuese, kur shikon njerëz me muskujt bukur, të gjatë, fuqishëm, në majën e vetë, në pikun e jetës vetë, që kanë atë ndjesinë e përulljes dhe nevojës për të qenë të bekuar, mirë, të për të falenderues në fundit. Falenderues pritës. Sepse ashtu siç e përmendëm të gjithë, pra duhet jemi falenderues për gjithçka që arrim në jetë, edhe aq më tepër njerëz të këtij statusi, të kësaj stature që kanë futbollistët, janë aq më tepër në fakt ne jemi mësuar që ta bashkojmë, nuk gabojmë Ergys më ndihmo, idenë që kur je në hall kërkon Zotin. Kur je në probleme gjen Zotin, Kur ti e shikon te njerëzit e suksesshëm që kanë arritur majat dhe e kërkojnë Zotin, është mallëngjyse. Në fakt, deri dje kam përshtypjen që çështja duke marrë shembull dhe Shqipërinë, por kam përshtypjen gjithë historitë botërore kanë filluar me propaganda të ndryshme dhe për këtë arsye ndoshta edhe në vendin tonë në fillimet e demokracisë nuk kam patur këtë lloj imazhi feja jon. Më kujtohet përmenda pak më parë që jam rritur në një familje muslimane dhe gjyqja ka qenë praktikante dhe dikur rrymat e ndryshme që erdhën në Shqipëri tentuan t'i blenin pra besimtarët. Qoftë me shoqata ndryshme që përfitonin, qoftë me kurse të ndryshme. Pra ishte një rrugë ndoshta më e shkurtër, por që nuk kishte e vërtet në fundit. Ndërkohë që gjatë kësaj periudhe të Ramazanit edhe këtij muaji të madh, ne përpiqemi që të përsërisim gjithmonë Kur'anin dhe apo gjithë gjërat e rëndësishme të fesë, fillimit e saj dhe shpalljet e para. Dhe nga fjala e parë që është shpallur profetit ton, Muhamedi alayhis salam, ka qenë lexo. Pra, njeriu duhet lexohet, shkollohet, atë që përmendi edhe vajza pak më parë, dhe për të kuptuar më tepër se çfarë është kjo fe, se çfarë ndodh. Pra, nuk është thjesht për ta marrë shembull se një futbollist apo një sportist apo një person i famshëm ulet për të falur apo ja dedikon suksesin Allahut apo Zotit, por që thjesht duhet lexosh për ta kuptuar për çën si ai. Pra, thjesht nuk është e dur për ta kopjuar, pra, por duhet mësuar pse duhet jesh si ai. Besoj që ta brendsosh, të krijosh modelin tënd nëpërmjet një model frymëzimi, pra jo një model kopimi. Është një shprehje e bukur se në lidhjen që kishim pak më parë kujtohet thonë që kur njerëzit bëjnë plane, Zoti qesh nga sipër, sepse është shumë interesante që njerëzit gjithmonë asnjëherë nuk e dinë të nesërmen, por që luten dhe shpresojnë për më të mirë dhe sigurisht duke besuar në atë që ka caktuar Zoti për ne të gjithë. Por duke tentuar që të bëhemi më të mirë dhe duke tentuar që të japim dhe shembullim më të mirë. Njerëzit që janë të tillë, që janë të famshëm, njerëzit që janë publik, njerëzit që kanë një lloj statusi shoqëror në fusha të ndryshme, sigurisht që kanë shanse dhe kanë këtë mundësi që të jenë më përcjellës për gjithë mirësitë që ka feja dhe më pas pjesa tjetër është ajo që duhet lexojmë për ta mësuar më tepër. Duke është një nga periudhat e vitit që kaluar kjo të Ramazanit. I ke mbyllur syt? Po është momenti i fundit të faljes, kështu që sepse feja, ky muaj është shumë e rëndësishme të kthimi kokës Endi? Është kthimi kokës që është përshëndetja nga majtas djathtas. Fundi i ritualit namazit, po është me përshëndetje. Përshëndetje majtas edhe djathtas. Pra është momenti që është frame i tillë. Por është një moment meditimi dhe ku tjetër më tepër se në xhami mund ta përjetosh këtë lloj meditimi. Ndoshta edhe njerëzit që janë punë mund të gjeni mundësi tjetër, po mjafton ti vetëm dhe të meditosh për të reflektuar se çfarë ke bërë dhe çfarë mund të bësh më mirë apo çfarë duhet bësh ndryshe. Gjithmonë kemi mundësi për të përmirësuar, gjithmonë do të bëjmë gabime sepse prandaj jemi njerëz, por që do të shpresojmë që të bëjmë sa më pak dhe të bëjmë sa më shumë të mira që të paktën kemi atë peshorën nga e mira. Në fund. Ku e ndjen ti që e ke peshorën nga e mira vet? Po ndjej që kam tek e mira, në fakt nuk di ta them nëse kam tek e mira apo jo, por mundohem që të bëj sa më shumë të mira dhe të bëj gjëra të mira, që ashtu e mendoj unë dhe që duke u përshtatur me ato që na mëson feja, na mëson shoqëria, sepse në fundit feja është një lloj rregullatori apo një lloj edukate apo një lloj manuali se si duhet jetojmë mirë dhe si duhet jemi dobishëm për shoqërinë, për familjen radh parë dhe për shoqërinë radh dytë. Do ma lejosh mua ta bëj një koment mbi këtë që the? Patjetër. Se shumë personale ajo që the, pa diskutim. Ta them unë sepse ti anon nga e mira. Se nuk thua që po, unë anoj nga e mira. Ti thua së paku unë mendoj që anoj nga e mira. Pra momentin që ti ke përgjegjësinë ta vësh veten në dyshim apo bën gjën më të mirë duhur, kemi të bëjmë me njëri shumë të mirë.
Faleminderit. Fakt. Ergjys, të pyes, mund ta pyes atë endin, po të dy bashk, mund ma jepni këtë. Vini re që ka në Shqipëri një rritje të besimit, ka një rritje të praktikimit, ka një rritje të atashimit me fen për arsye të ndryshme, por në numra, ne si sociolog, nuk kemi aq shumë studime, fatkeqësisht. Si çdo gjë. Si në çdo gjë tjetër, por në fe duhet kishim çik më shumë, sepse është dimensioni i madh për kohezionin e shoqërisë, për të qenë bashkë shoqëria. Pra kur themi kohezion, për të qenë bashkë në mënyrë organike, jo për të qenë bashkë në mënyrë mekanike. Shkuam tek termat ton tani, ergjys sociologjisë, po ka në fakt më shumë besimtar, pavarësisht se si i kategorizojmë praktikant, ndjekës, të atashuar, ka një rritje të numrit? Po, unë besoj që po. Ka një rritje të numrit për shkak se ne kemi nisur thuajse nga zero. Domethënë vitin 90 ishte sado që themi që besimi mbjetoi tek shumë njerëz, mbjetoi i pakultivuar, mbjetoi në mënyrë të egër, mënyrë të natyrshme, pa mësime, pa dije, pa praktik. Dhe sigurisht që pas vitit 90 është një periudhë rikthimi që ky vend ta rigjej besimin në mënyrë krejt natyrshme si çdo vend tjetër, mendoj unë. Por sigurisht unë mendoj edhe një gjë tjetër që nevoja për të besuar është organike e njeriu dhe aq më tepër kjo në një shoqëri si e jona, ku ti domethënë ke të vështirë ta gjesh veten ku je, çfarë bën, pse je, domethënë çfarë kuptimi jep ti asaj çfarë bën çdo ditë. Njëri ka nevojë të jap kuptim vetes, të jap kuptim jetës dhe besoj që shumë njerëz kjo ja bën dhe të mrekullueshme kthimin tek besimi, sepse rigjen veten, rigjen atë çfarë ka munguar, kuptimin e tjetuarit, kuptimin e gjërave, kuptimin e ekzistencës vetë. Se nuk janë përsëritje të tjerëve. Dhe prandaj po të shohësh shumica, do thënë, ndryshe nga ç'kam menduar unë për herë, por shumica e njerëzve ka nevojë për mrekulli, ka nevojë për shenja, ka nevojë për mbushje, për gjendje emocionale, sepse në fakt ajo është çfarë i mungon në përditshmërinë e vet. Unë për herë kam menduar këtë që çfarë bën Ramazani që prodhon një tronditje tek njeriu, themi. Sepse ajo thyen gjën më gravitacionale që në njeriu, që është rutina, ajo që të merr përdore çdo ditë. Absoluta. Të çon kudo ajo dhe ti vrastarja më e madhe. Dhe ti e ndjek dhe nuk di fare se çfarë bën. Ka një muaj ku njerëzit e thyen këtë rutinë. Dhe si e thyen? Thjesht duke ndryshuar një element thjesht. Kohët kur ushqehet. Domethënë, kuptosh se si jeta jon organizohet në një mënyrë të tillë që ushqimi ka kaq pesh mbi ne, domethënë. Ushqimi është diçka shumë fizike, domethënë është ajo çfarë na mban trupin në jetë, kaq. Dhe ti duke ndryshuar oraret e të ngrënit dhe duke abstenuar gjatë gjithë ditës nga nevoja jonë qoftë edhe për atë që ne e quajmë neps, pra të hash diçka, apo të pish një kafe, apo një gotuj, apo ku diun një. Kjo është kërkon një lloj e para thyrje të thellë të rutinës, si ti do të çosh, do prishësh gjumin mëngjes, herët që të nisësh agjërimin, pastaj në darkë do lësh gjithë gjërat dhe do shkosh kur është koha e iftarit, pra ti krijon një regjim të ri, por nga ana tjetër krijon dhe një disiplinë që gjatë gjithë kësaj kohe ti të kesh vetdije. Dhe unë mendoj që kjo është thelbi që i mungon botës sotshme. Unë mendoj që bota sotshme në tërësinë e vet i ka bërë njerëzit klone të një matriksi, të një sistemi në cilin duhet të jenë suksesshëm në para, duhet të jenë suksesshëm në karrierë, të vraposh, të ndeshesh, duhet vrapojnë të kenë 3 punë, 2 suksese, 20 parje, 500 foto, 700 shkëlqime që nuk ekzistojnë në jetën e tij reale. Çdo njeri tani është bërë një, po të flisim me gjuhën e klasikëve, një Gwynplaine, po të flasim me gjuhën e operas një Rigoletto, po të flasim me gjuhën e artit është bërë një Lolo i oborrit dhe pushtetit qoftë ekonomike, apo sepse ka një fytyrë tjetër dhe treqereku i shqetësimeve që kam unë me Brezin e Ri dhe mund ta ndaj me ty për sallën dhe auditoret, është që kur thon momentin që po pse shikohet Instagram ashtu do dalun. Pra është mirë kuptuar që fasada duhet jetë një tjetër dhe ky individi duhet jetë një tjetër në jetën e vet. Por është me vend mos ta kaloj këtë Ergjys? Ka një, po, nëse. Ma thuaj. Jo, ajo po thoya që e gjithë marramendja e përditshme, rendja, do thënë edhe hallet e përditshme, ku diun edhe shtirjet, edhe ku di gjithë. Ka një emër përbashkë, është hutia ku jeton qenie njerëzore. Ka, do thënë, sepse po shpik, kjo është
e mirë njohur edhe nga shumë studues. Kjo është skema në cilën do ekzistoj. René Guenoni më pëlqen shumë se është shumë nga ata që i kam mëson shumë kësaj. Pra t'jetosh në huti, pa ditur çfarë bën, ku je, pse. Tani këtë që më the. Dhe më fal, çfarë bën kjo e kundërta? Qoftë ajo që ti s'duhet hash, pra ti ke vëmendje, ti je gjithkohës në gjendje vëmendje mbi çfarë ti bën. Dhe kjo është pikërisht ajo çfarë duhet njeriu. Pra të luftoj hutin. Në qaset e fundit, në trendet e fundit, që quhen trajnimet e motivimit, të cilat unë i njoh, ti i njeh, disa prej nesh i njohin. Në botën perëndimore janë shumë përhapura. Mbarohet fakulteti, një pjesë e eksperiencës, bëhen trajnime të tilla. Gjëja e parë që i thuhet një njeriu për të qenë në këmbë dhe për të qenë i pushtetshëm me jetën e vet, ketë kontroll mbi jetën e vet, i thuhet: në rast se ti pi kafen për ditë në të njëjtën kafe prej 2 muajsh, në rast se takon të njëjtët njerëz, në rast se ha mëngjesin në të njëjtin orar dhe bën të njëjtën rutinë, duhet kuptosh që je afër vdekjes sociale. Në momentin që ti e sfidon vetveten, bën cilin do ndryshim të zakoneve të tua, që ti e quajtë rutinë, që në atë moment truri merr një sinjal tjetër, ky sinjal tjetër ngacmon një tjetër si reakcion zinxhir dhe ti fillon të kuptosh që, shiko, ajo status quo që ishte deri dje është ndryshim dhe mundet që më ka vendosur mua në një jetë klinike, në një vdekje klinike. Dhe këtë gjë po më thua që e bën në fakt gjitha gjërimet dhe gjithë muaj. Mendoj unë jep vlerë dhe vetë rutinës, sepse parë nga një perspektivë tjetër, unë e shoh dhe rutinën si diçka pozitive në thelb. Por jo, domethënë, duhet ndajmë, jo domosdoshmë rutina, se jo ajo çfarë ne bëjmë është domosdoshmërisht e keqe. Por pafësia jon për të reflektuar mbi çfarë bëjmë, ajo është problematike dhe ajo duhet thyer. Pra sepse është normale që ne do të çojmë fëmijët në shkollë, ne do punojmë, ku diun dhe kjo do na marr kohë, vëmendje, energji etj etj. Por duhet që ne her pas here ne të vedisohemi që kjo që bëjmë është për ne dhe ajo çfarë bëjmë ne ka kuptim. Dhe ngacmimi që bën agjërimi nëpërmjet një detyrimi për të ndryshuar rutinën, të zgjon ty nga ky gjumi letargjik i jetës së zakonit. Kam lexuar një autor interesant që flet për modernitetin dhe thotë njeriu modern thotë i ka djegur duar thotë në zjarrin që ka ndezur për të ngrohur veten. Dhe thotë ajo çfarë bën moderniteti është që ne na bën të jetojmë në periferitë të qenies tonë. Pra ne jetojmë në aspektin më periferik të vetes, që është fizika. Ne lodhemi, rropatemi për të siguruar të ardhura, për të ushqyer, për ku diun për të veshur, për të dukur, bëjmë palestër për të pasur trupin mirë, ku diun gjithë, pra një shqetësim i tmerrshëm, i skajshëm për sipërfaqen tonë, për aspektin më të paqëndësishëm tonin. Dhe nuk kushtojmë në përgjithësi fare, shumë pak themi rëndësi aspektet më qendrore tonë që ka të bëjë pikëparë shpirti. Pastaj mendja që thotë ju, dia, pastaj me radhë, shpirti është kryesori, sepse në fund fare ti nuk je trupi yt, ti je shpirti yt. Dhe nëse ti nuk kujdese për këtë, për çfarë tjetër kujdesesh? Jam dakord, por ngacmimet prej toksore që i vijnë njeriu nga gjendja e tij biologjike, nga trupi i tij, nga materia e tij, duhet të jenë shenja për reagimet e tij, jo vetëm si qenie toksore, po si një qenie që jeton histori, se nuk themi hynore, se nuk jemi në Greqinë e lashtë. Çfarë do thojë Lara? Do thoja që në fakt nga ky vështrim po e trajtojmë Islamin shumë si thyes të rutinës, por realisht më tepër se sa shkatrues të rutinës, ai domethënë Islami, Islami në vetvete, nuk është e keqe rutina në vetvete, por rutina në huti, pra rutina në pavedije mbi çfarë ti po bën. Po, sepse realisht Islami është një lloj jetesë, një mënyrë jetese, është një rutinë. Pra ne kemi namazin 5 herë në ditë, domethënë do çohesh gjatë sabahut, pastaj rutinës është ajo të nxjerr nga bota dhe të zhyt në një tjetër dimension. Pra ti do shkyçesh nga bota dhe do kyçesh diku tjetër, në një dimension tjetër. Pra është një instrument patjetër, po për dikë ai është dimensioni, domethënë, mendoj unë. Mendoj që për dikë dimensioni është vetë Islami, domethënë është kjo rutina, por është rutina më e mirë që njeriu as nuk mërzitet, as nuk hutohet, sepse ka ato gjërat specifike që ty të bëjnë të mos kërkosh për një kuptim tjetër, sepse ti e ke gjetur kuptimin dhe ti këtë rutinë e përdor për të mbushur Pra, veten tënde. është një rutinë e thyrjes rutinës. Po, patjetër, mund ta quajmë ashtu. Rutinë e thyrjes, ti nëpërmjet 5 faljeve ti nuk lejon që dita të të marrë përpara pa reflektimin, pa... Kjo është për kufizimi shumë i mirë. Është një rutinë thyrjes së rutinës në një farë mënyre. Të reqe vëmendje herë pas here. Të reqe vëmendje. Të reqe vëmendje herë pas here. Ti shkëputesh. Do të ta kuptosh se ndodh dhe si ndodh. Dhe si duhet ta bësh. Domethënë,
Ja vlen të jemi sinqert në këtë emision sonte, se nuk është për asgjë tjetër përveç se për të përcjell mirë, le të themi kështu, dhe nuk është çështje. Në çastet që ishim në publicitet, unë shkruaj dhe një mikes time të afërt, thash, më duhej mua ky emisioni sonte. Pra më duhej mua. Sepse më shkëputi nga plotësisht nga rutina ime, që duket krejtësisht jo rutinë Ergys, e një debati me një konflikt e tjerë, që po momentin që është po i njëjti, që prodhon po të njëjtën rezultat, dhe tani nuk do përmend politikë sonde, por do t'i perifrazoj fjalët, do t'i mbuloj me kapak tjetër. Kam pas parë disa shkrime në momentin që ndodhi Covidi, që pse kjo, dhe mua më shqetësonte kjo, pse kjo çmenduri e botës, kjo frikë, ky tmerr, domethënë nga një smundje që sigurisht që ishte shqetësuese, por dhe shumë autorë thoshin që problemi i madh që që ka të bëjë me kohën tonë është fakti që ne e kemi spostuar nga vëmendja jonë faktin që ne jemi qenë të vdekshme. Domethënë ne jetojmë për ditë sikur kjo është e përjetshme, kjo që po bëjmë, edhe nuk ka fund. Dhe në momentin që na vjen një sinjal apo një goditje që na kujton ne që shiko, nuk jemi të përhershëm në këtë botë, ne shokohemi nga kjo. Sepse jemi mësuar, dhe atë thoshte që kulturalisht epoka moderne e ka asgjësuar vdekjen nga syt. Për shumë varrezat nuk janë në universitete, janë larg, ku diun, elementet cilët të kujtojnë për kohësinë tënde janë zhdukur. Ose të shfrenojnë që ti të jetosh se këtë jetë kam dhe të bëj gjithçka. Po pra, ky është mashtrimi që bën jeta, ajo marramendja e jetës tonë moderne të internuar mendojnë në periferinë e qenies vetë që është fizika. Domethënë ti kur jeton fiziken, jeton çastin, jeton momentin, dhe momenti është përjetësia. Pra ti domethënë nuk është një qenie e cila nuk projekton, nuk mendon, nuk reflekton. Ma thuaj pak dimensionin pastrues të agjërimit. Pra, në Ergysi përmendi këto elementët, le të themi shoqëror, po një nga batutat që thuhet her pas here është po ne po bëjmë fasting. Jo, kjo është ndërthurur dhe me qasjet shkencore. Ato që vinë nga bota e mjekësisë, që nuk kanë debat, pra ka një mendim unanim që agjërimi është mirëbërës i organik i fizikut njeriut, madje mund të eliminojë edhe smundjet të padukshme, të paditura, ashtu siç smundjet të ditura. Si vepron? Pra, jo, kjo është një tregues, sepse unë nuk mund ta them këtë nga pikpamja. Jo, po themi vetëm ato që ka vërtetuar shkenca. Pra që i ka mendime, qëndrime unanime që vazhdon ti vërtetoj, siç janë nutricionistët për shembull që çdo ditë na thonë që agjërimi është i mirë. Fasting, domethënë, ky tregues i pastërtisë fizike, i pastrimit fizik, është dhe tregues i pastrimit shpirtëror që shkojnë të dyja paralel. Pra se siç e thash, agjërimi është etik dhe fizik. Por ne duhet kemi parasysh një gjë, që ligjërimi islam, po ta vësh re ligjërimin islam, me vëmendje i ka gjërat kanë emër, nuk janë havah. Gjërat kanë emër. Ne përgatitemi për ditën kur nuk do të jemi. Që do të thotë? Që ato që tha Gysi, ne duhet jetojmë me idenë jo të jetojmë me makthin e vdekjes. Por ne, edhe kështu obligohemi në fe, ta kemi ditën e takimit me Zotin këtu para syve, në pasqyrë, në të gjithë përditshmërinë tonë. Ju e pyetët me të drejtë, pse bëjmë mirë ne? Pse bëjmë mirë ne? Ose nga e diti që bëjmë mirë? Ai ktheu një përgjigje që është brenda modestisë admirueshme të besimtarit, pra që nuk e definoj të mirën tek vetja, dhe kjo është vlerësuese, pra nuk i tha vetes po unë jam i mirë, por ne kemi një referencë. Ne jetojmë dhe veprojmë në bazë të referencave që vijnë si nga Kurani, si nga tradita profetike, se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe, që është shumë e qartë. Vetëm nëse do t'i turbullosh vetë për t'ju justifikuar vetveten dhe për të përligjur vetveten. Janë shumë të qarta dhe në bazë të kësaj reference, ne veprojmë sepse përgatitemi për një ditë. Nuk ka kuptim islami, sepse kjo është avantazhi i islamit. Kur ne ngrem pikpyetje, sidomos ato që janë jashtë islamit, ora ç'a bëjnë këto, ku shkojnë këto, se fillimisht ka qenë fe pleq.
por vitet e rëzuan komplet këtë mit negativ. Dhe ti do të pyesësh ora çfarë kërkojnë këto njerëz? Ç'është kjo masë e madhe në xhami? Ç'janë këto të rinj në xhami? Me fjalë që mbushin xhamit sot. Është pikërisht gjetja e kuptimit të drejtë të jetës. Kjo jetë e merr kuptimin nga bota tjetër. Ra bota tjetër s'ka kuptim kjo jetë. Ra dita e gjykimit, ra ballafaqimi me Zotin, ra vazhdueshmëria e shpirtit. E humbet, po, sepse për shembull në ligjërimin e kryeministit është fut vari, por nuk shkon më te varit kryeministi. Shkon te vari fizik, por nuk shkon se çka ka për te varit. Varin e përmend për kundërshtarët dhe vetë s'ka varin. Jo, po ky është nuk ka rëndësi se për të përmend. Terminologjia ndroj jetë. Ka pikërisht të kuptim, pra që ka një jetë tjetër, ndroj jetë, kjo jetë. Me vjen pa u sqaruar, pa e pasur të qartë pasqyrën e botës tjetër, se çfarë ndodh me ne. Se kjo është dilema më e madhe, se kjo është dilema që shoqëron gjithë jetën njerëzore. Ore, çfarë ndodh me mua pas vdekjes? Pse jam në këtë jetë? Dhe kur ti nuk merr përgjigjen e qartë, je pastaj në një kaos total. Dhe unë këtu do të citoja prapë, sepse ja citova edhe Laurës në intervistë, një thënie që më ka pëlqyer shumë nga Fatmir Baçi, një bashkëbesimtar yni, shumë simpatike dhe shumë i mençur, që thotë para Islamit unë bëja sikur jetoja. Në Islam jetoj me të vërtetë, pra sepse në Islam njeriu e përfton kuptimin e qartë të vetvetes, të jetës dhe të krijuesit. Kur e qartëson këtë pastaj, është në shinat e duhura. Dhe ne prandaj po themi që agjërimi ka vlerë dhe për atë që ne shpresojmë dhe besojmë se do ta gjejmë në botën tjetër. Pra ka një efekt social, ka një efekt social të këtij momenti kohor në cilin ne jemi dhe ekzistojmë, por ka një efekt moral, shpirtëror, historik të përcjelljes saj në gjatë gjithë, le të themi, historisë njerëzore. Dhe mes gjitha këtyre ka dhe efekti fizik. Sepse për shembull ne sepse kemi detyrime ndaj Zotit, kemi dhe detyrime ndaj shoqërisë. Po të vësh re, me fjalë, potencimet e jashtëzakonshme që bëjnë urdhëresat e Zotit për shembull ndaj aspekteve sociale, janë vërtet aty tregojnë madhështinë e Islamit. Për shembull, sjellja me fqinjët, respekti ndaj prindërve, marrëdhënia me njëri tjetrin, mos përgojimi, ne përgojimi njëri tjetrin. Mos tallja me njëri tjetrin. Për shembull, ne që jemi në gazetari, jemi në një fushë shumë të minuar, jashtëzakonisht, se na rrshjet dora. Na rrshjet dora. Për shembull, mua nuk më lejohet ta marr një akuzë dhe ta bëj lajm një akuzë të pavërtetuar. Edhe ta përgojosh, pa bërë lajm fare. Edhe ta përgojosh. Imagjino se çfarë fushë minuar është gazetaria. Sot, nëse i referohesh Surës 6 të ajetit Huxhurat, që është edhe baza për mendimin tim se si duhet jetë gazetaria, ku Zoti urdhëron në lidhje me përcjelljen e lajmit. Se çfarë është përcjellja e lajmit? Pra atje me lajmin prej këtu pa e verifikuar, pa e qartësuar dhe e përcjell atje. Me fjalë se sa të rëndësishme janë me këtë mungesë ndërgjegje pa filtra dhe vetëm për të marrë. Me fjalë Islami është për ta rregulluar, për ta edhe jetën e kësaj bote. Praktikisht media bën pabesi, duke keq përdor informacion. Lajmësi është edhe në kanun është lajmësi nuk preket, pra ka një lloj shenjtërie. Se ai që të jep lajmin të lidh ty me një të vërtetë që ka ndodhur. Nëse ti je shtrembron, kjo është pabesi, ti po shtrembron të vërtetën, ti po e një realiteti që është jashtë shqisave tuaja dhe dikush po ta përcjell ashtu dhe ti po ti autoriteti që përcjell lajmin, ti mashtron dhe abuzon këtë autoritet. Kjo është qartë. Do shohim hapësirë publicitare, do ngacmoj pak, është një zonjë në Top Channel që nuk është gazetare, por që ka një stil jetë mirë. Endi ndoshta ti e njeh, por nuk e di për kë po flas, që është shumë e fokusuar tek vetëm verdurat, vetëm jeshillet në të ngrënë. Dhe unë sa herë që e shoh, ajo është jashtëzakonisht elegante, edhe shumë e pastër në mënyrën se si flet, edhe ka vendosur të ushqehet vetëm me bardh, thot ajo. Vegane. Edhe një ditë i bëra këtë pyetje, edhe që më shkon, më kryqëzohet me filozofinë e agjërimit. Thash, po nuk e fare të ndim, tash më e mësuar të hash kështu, të ushqehesh kështu, edhe tha, kam arritur në një pikë që kur shikoj njerëzit që han keq, dhe han keq, them, kush e di sa njeri keq është. Dhe kjo është një filozofi më vete, raporti me ushqimin, një lloj
pangopsie ndaj ushqimit dhe një lloj babëzie ndaj ushqimit, raporton në një farë mënyre biologjia me psikologjinë e kështu vijon më tetë. Shkojmë në hapësirë publicitare se dua të pyes Brigitën për një gjë tjetër që është raporti me vdekjen, po jo vetëm këtë, dhe një mision tjetër që përshpërtej saj dhe vetes dhe familjes. Hapësirë publicitare, kthehemi një herë. Mirë, inserti nuk është vënë për koment, po Endi? Jo, isha dje në një iftar që ishim grumbulluar, se mes shumë bukrave të gjërave të mira që ka Ramazani ishte ky grumbullimi për iftare, dhe një pjesë e madhe ishte duke qenë se jemi dhe këtë periudhën e fushatës, ishin për këto grumbullimet apo mitingjet e partive, dhe ishte kryeministri që kishte të largoni tani se ju erdhi orari iftarit. Do të thënë kishte shpëtuar ezani nga një miting që mund zgjasë shumë orë. Po, në çdo moment festave fetare, ne jemi mësuar që mediat në mëngjes hapet televizori dhe shfaqet filanin, shkoj atje, përshëndeti, jep një deklarat aty, pastaj etj. Unë uroj shumë që ne ma faletis, do them Mund sjell në kujtes si diçka, ama feja ka qenë prapë periferike, pavarësisht se nga pikpamja e kortezialitetit është respektuar që në fillimet e demokracisë. Por kujtojmë që në vitin 97 është Fatos Lubonja që për herë të parë i bën thirrje besimeve fetare, ku jeni, duhet zëri besimeve fetare. Ndërsa në mesin e viteve 2000, një ndër organet e shtypit më të mira dhe më cilësore që ka pas shtypi shqiptar, Gazeta Javore ABC Vëllezërve Nazarko, për herë të parë futi mendimin fetar mbi një çështje, pra merrte një tematikë caktuar dhe merrte edhe mendimin fetar të tre besimeve mbi atë problematikë, ishte një faqe speciale vetëm me këtë. Tani kemi ardhur në një kohë tjetër që faktikisht është një kohë jashtëzakonisht e mirë, në kuptimin me pozitivitet, ku besimi është bërë i pranishëm edhe në ligjërimi politik. Kjo është një gjë jashtëzakonisht e mirë. Me fjalë, ne nuk kemi të drejtë të paragjykojmë hipokrizia kështu se kështu ja do puna e njëra tjetra. E rëndësishme është që nuk ka kufi hendeku midis jetës politike, jetës institucionale dhe jetës besimore ka ardhur duke u ngushtuar dhe madje duke u shkrirë. Sot është e habitshme, vërtet s'ka studime, por me një vëzhgim empirik, institucionet në Shqipëri janë plot me besimtar, institucionet shtetërore, ka për vitesh që nuk ka më debate që për fat keq vazhdojnë në Kosovë. Me fjalë, Shqipëria është shumë e avancuar në raport me Kosovën, që akoma me debate jo shamia, jo kjo e njëra tjetra, Shqipëria nuk i ka këto. Pra është një tregues në diversitet. Një tregues mjaft i mirë, dhe madje do të veçoj diçka që është shumë interesante. Unë kam marrë pjesë në të gjitha iftarët e kryeministrit në gjithë këto vite. Çfarë kanë vënë re? Aty janë 1000 sa është elita shqiptare, komplet në gjitha fushat, që llogaritet 1200 veta. Është interesante se aty prap me një vëzhgim empirik mund të jenë ja maksimalisht 500 që agjerojnë. Pjesa tjetër nuk agjerojnë. Mirë po, edhe pse instinktivisht ato si janë të agjeruar, mund të ta lëshojnë atë lugën ose pirunit tek ajo salca e kosi që mund të kemë përpara, të simbisin diçka estetikisht. Ato nuk janë të ngrënë, të pa ngrënë, në kuptimin nuk janë të agjerueshëm, nuk ndihet asnjë lugë, as edhe një pirun nga të gjithë në total, sikur gjithë janë agjerueshëm derisa thritet ezani. Ky është një tregues shumë i mirë i shoqërisë shqiptare. Pra edhe madje edhe
terminologjia fetare sot më nuk është e huaj në ligjërimin publik. Pra namazi, që është një ndër shtyllat kryesore, që është rituali bazë i muslimanit, pra nuk është një gjë huaj, ashtu siç nuk është as agjërimi dhe terminologji të tjera. Jo. Janë krejtësisht pjesë e fjalorit shqiptar. Po. E nisa me ty, po e mbyll me ty edhe një fjalë tjetër zonjushës që kam. Pavarësisht të gjithë peshës, le të themi përgjegjësisë që ke edhe vështirësisë që ke. Ndërkohë që unë të shoh dhe më të bukur se sa aty. Do ta them këtë. Kem ndërmarrë dhe një mision tjetër, që quhet të lumturojmë vuajtjen, mos gabohem. Dhimbjen. Lumturojmë dhimbjen. Dhe një moment i thua që se sa mund të lumturohet dhimbja. Ka psikolog se do të smaron ky diskutim që do thonin ka një bukuri në thellësinë e dhimbjes, edhe dhimbja është e bukur kur është e thellë, sepse ndoshta të ndriçon shumë për gjithë vështirësitë dhe arsyet se pse njeriu përjeton aq shumë, se dhimbja është më e përjetueshme se lumturia, le të themi të vërtetën. Edhe mund të jetë dhe kjo një pjesë e arsyeve pse ekziston. Si po ecën misioni tjetër i këtij grupimi, i këtij komuniteti i cili ndihmon njëri tjetrin? Si po të ecën ky projekt? Mund të them pak, të prezantoj pak se si nisi me skepticizmin e vet, domethënë si ka mundësi që të bësh një qendër e cila për cilën nuk ke asnjë fond në dorë. Dhe çfarë bën besimi tani në brendësinë time? Më bindshmërinë që çdo njeri lind i pastër. Kjo është formulë hynore. Nuk pranojmë diskutimin e besimtarët për këtë. Secili lind i pastër. I pastër. Dhe rrugës toksore, ai ndotet nëpërmjet ose mirën apo me të keqen. Okej. Dhe duke e ditur këtë, që njerëzit të gjithë e kanë të mirën brenda, unë misionin tim i kisha vënë një detyrë që do zgjoj vullnetarizmin. Dhe të gjithë ishin skeptik, kush do të ndihmoj? Sepse për këtë gjë duhen shumë të mëdha. Dhe unë e besoja fort këtë, sepse besoja në qëllim. Pra kisha një qëllim të menduar, të skalitur në sinqeritet, dhe duke e ditur që Zoti sinqeritetit dhe sinqeritetit me të menduar, me të analizuar, me projekt, jo thjesht kështu kuturu. I jep sukses. I jep hapa. Dhe për këtë isha shumë e qetë. Dhe të gjithë ata që më rrethonin habiteshin, sepse më quanin edhe pak si të çmendur, si ka mundësi që ti do hedhësh të hapa. Mirë po, realiteti e tregoi që kjo qendër filloi të funksionojë me hapat e parë. Dhe vullnetar kishte. Kishte vullnetar, njerëzit kanë nevojë për qëllime në jetën e tyre që të ndjen të vlefshëm, të dobishëm për Shqipërinë, për shoqërinë. Po, me njëherë, do me thënë, doli donatori për të paguar qërane e qendrës, sigurisht nuk erdhën të gjitha me njëherë, por unë kisha besimin sepse do të vi në kohën që Zoti e ka caktuar. Mjafton të ri stoike në qëllimin tim. Ti mos dorëzohesh dhe vjosh dhe durosh, se Zoti është me dur të duruar. Me durimtarit. Me durimtarët. Sa ka u bë që është qendra? Qendra 2 vite. Ka sfidat e jashtëzakonshme, sepse për të nuk ka terapist specializuar për të rritur, pra se qendra është me një specifik të veçantë, që është për të rinjt dhe adoleshentët me spektrin autizmit, dhe për këtë duhen specialist që të dinë se si ta bëjnë terapin funksionale, për t'i bërë të pavarur, tashmë një terapi që është edhe në botë nuk është shumë funksionale, ose nuk është shumë e instaluar, sepse ka dinamik shumë të madhe për të krijuar një program specifik. Qartë. Dhe gjithsesi erdhën terapistët e parë, guxuan, sepse duhet dhe guxim për këta të rinj, sepse kanë vështirësinë në bashkëpunim dhe ndërveprim me ta, dhe po funksionon. Sigurisht nuk është plotësuar komplet vizioni i qendrës lumtore dhimbje, por ajo po funksionon. Aty po marrin shërbim 10 fëmijë, pra shërbimin ditor, falas, nga ora 8:30 deri në orën 4. Ato donatorët për të paguar pagën e terapistëve kanë ardhur, por që duhet vazhdoj. Duhet vazhdoj. Sfida është për të vazhduar. Shumë që të vazhdoj dhe unë uroj mbarësi
të madhe në këtë mision që nis nga vetja dhe ti kupton shumë mirë se sa dikush që është thjesht si një mjek këto situata. Lara. Kjo gjë, do të thoja që kjo gjë nisi nga vetja për shkak sepse besimi kishte instaluar tek unë dëshirën për të kontribuar në jetë, për të kontribuar në shoqëri. Dhe si unë i thoja, bashkëbisedoja me Zotin dhe i thoja që si mund të bëj në këto rrethana që ndodhe me djalin tim të kontribuoj në shoqëri. Dhe kështu lindi pastaj ideja se si mund të lumturojmë dhimbjen. Dhe lumturia e dhimbjes nuk është vetëm me çështje materiale, është me të kuptuarin e njëri tjetrit që keni ju atje për t'ju gjendur afër, për ta vizituar, për ta dëgjuar. Dhe bashkoheni në çështje që duhet kuptoni njëri tjetrin si pakush mundet, sidomos në situata kaq të vështira me fëmijët dhe me të afërmit. A ka shoqe të tuat që vinë edhe kërkojnë mend te ti? Tani them drejtën, jam munduar, domethënë, kam ndjek në fakt një leksion daveti vertikal quhet nga profesor Rudian Zekthi, që flet për davetin ose për hapjen e mesazhit islam, po që nuk është për ta bërë atë në mënyrë pra në boshtin horizontal, që ti thjesht thuash bëj këtë apo bëj atë, po ta bësh me anë të shembullit, sepse edhe Islami kështu përhap, domethënë ishte profeti Muhammed që ishte shembulli dhe gjithë shikonin, patjetër dhe mund ta pyesnin për këshilla, po dhe unë këtë kam bërë zakonisht në rrethin tim shoqëror, që përpara ligjëratës, me sa duket e pas kam pasur pak pjesë vetes time që jam munduar që të krijoj një personalitet dhe një individ që të tjerë ta shohin dhe të frymëzohen. E shohin, ti je sigurt që e shohin, se kur e shohim, e shohin. Dhe tani nga që e shohim edhe ne dhe e shohin dhe ata, aq më shumë, pyetja ime është kur ato gjimnazistët kanë dilemat e veta të forta siç jemi mësuar të shohim ne përditshëm dhe kur ti shfaqesh me besimin tënd me këtë sigurinë që unë ta theksova që në momentin e parë, ti dukesh si një individ që disa gjëra më shumë se ato vinë dhe marrin mend të ty. Ke bërë pyetjen e duhur, them drejtën, se kam një shoqë që sa herë shkoj, si e ka që shet me Laura më thotë edhe ja shpjegoj të them drejtën që gjitha buron nga besimi. Kjo siguria, jo siguria të aftësitë e mia, po siguria që çfarëdo që të ndodhi, nëse unë nuk performoj më të mirën time, gjithçka ndodh për një arsye dhe është edhe më e mira për ne nëse ti në fund të ditës i beson Zotit dhe thua që do bëhet më e mira. Dhe ti si do bëhesh më e mirë? Çfarë profesioni ku do të shohim? Unë vazhdoj për arkitekturë. Po nuk e di, domethënë fikse ku e kam atë përqendrimin më të madh se ku do më shihni në të ardhmen. Dua që të jem një arkitekte shumë e mirë, po jam shumë e pasionuar pas shumë gjërave, të them drejtën. Kush e dyta pas arkitekturës? Unë se nuk është se asra diskutimi, unë kam shkruar edhe një libër për regjimin komunist në Shqipëri, sepse gjyshi është ish i internuar, është ish i burgosur për agitacion e propagandë, sepse ndoshta mund të kam marrë pak edhe nga gjyshi këtë, sepse foli kundra si shumë të tjerë, dhe më pëlqen shumë që këto ide dhe gjitha çfarë kam, ti shfaq. Dhe normal arkitektura është një deg vërtet shfaqse, mendoj që do më ndihmoj, po dhe pjesa e shkrimit është diçka që dua ta bëj. Shumë, Ergys, ta mbyll ti top story. Mund të them që gjë më e mrekullueshme që mund të ndodhë në një shoqëri është të orientohet sipas disa normave në të cilave ajo mund të rregullojë jetën e vet sociale dhe disa norma të cilat i bëjnë njerëzit të jenë më të vëllazëruar me njëri tjetrin, më solidarë me njëri tjetrin. Jetojmë në një shoqëri dhe përgjithsisht jo vetëm këtu, po kudo përgjithsisht sot njerëzit janë është ajo që thot Dostojevski që njerëzit bëhen ujqër për njëri tjetrin. Sepse kur njeriu ka egon e vet si busull orientimi, ai do kultivoj vetëm prirjen për të kapur, për të marrë, për të shumuar pasuri, për të, ku diun, për të dhuruar gjithçka vetes, për të pasur gjithçka për veten. Nëse të gjithë do bëjnë kështu, shoqëria nuk mund të ekzistojë. Dhe pikërisht duhet diçka tjetër, duhet një busull tjetër e cila na bëjnë ne të priremi, na bëjnë ne të aftë, të shohim më tepër, të ndjejmë kënaqësinë kur japim sesa kur marrim. Dhe këtë e kultivon besimin dhe prandaj mendoj që një shoqëri që të zhvillohet, që të ecë përpara, që njerëzit janë të lumtur, duhet të zhvillojë pikërisht këtë lloj prirje. Dhe në fund fare them këtë që duhet jemi të bindur, mendoj që në fund fare drejtësia do vihet në një mënyrë apo një tjetër, sepse ai që e ka krijuar këtë botë,
ai nuk e ka lënë këtë botë pa e vendosur drejtësi. Pa parime, pa principe, se për ndryshe s'do kishte një rend të gjërave. Kam dëgjuar një autor që thoshte ashtu siç etja jon për ujin tregon se uji duhet të ekzistojë dikush, edhe drejtësia duhet të ekzistojë sepse ne kemi etje për të. Dhe besimi këto kultivon etjen për drejtësinë dhe nevojën që ka njeriu për të drejtën. Vetëm për vete është kjo bota jonë, tha Ergysi, vetëm për vete të lë vetëm. Uroj mos kemi qenë vetëm në këtë top story dhe të kenë qenë shumë ata që dëgjojnë me një shpirtërore. Ne kemi traditë, si kur jemi në muajin e Ramazanit dhe na ftojnë për iftar, ne çojmë ka një dhuratë vogël. Falenderoj shumë. Këto e quajmë si një ambient ku fol për fen, ku fol për Zotin dhe e vlerësoj me një dhuratë për ju. Shumë. Falenderoj, nuk po e hap këtu pasi ta mbyllim do ta hap. Falenderoj shumë dhe është shumë e veçantë që e bëre kështu live spontane. Faleminderit shumë. Faleminderit që na ndiqni dhe uroj të kemi qenë në lartësinë e nevojshme. Duhur është shumë fjalë e madhe. Natë e mirë.